nuk kanë qenë në favor të Kosovës, por në fakt kanë qenë në favor të Serbisë edhe të Rusisë. Sepse Kosova dhe populli i Kosovës e ka të qartë edhe e ka të qartë se cila duhet jetë rruga e Kosovës. Rruga e Kosovës është. Po, time, një përgjigje, si komentoni gjithë të dënësim që ju shpallin automatikisht të gjithë dhe njerëz të Vučićit. Për deri sa këtë biznisi po vret që rrima po blet prej Serbisë, po shkon deri në Shkopës deri në Shqipëni, por origjina është Serbia dhe kompanitë e oferta me nipin e Stanishevit, me djalin Rankovicit, domon është i njëjta. Si komentoni akuzat çdo denoncim i cili bëhet karshi kësaj këtyre dëkurive konsiderohet nashuin ose juve ose neve gazetarëve kolegët e mi sikur njerëz të Vučićit që shërbejnë Vučićit. Duke ditur se cila do të jetë performanca e qeverisë dhe punët e qeverisë, këta kanë punuar me kohë për të bërë një ushtri të Facebookut, të cilët posa sulmohen nga gazetarët apo nga ndonjë denoncohen, jo sulmohen. Po mendoj sulmohen, denoncohet një vepër penale, një aferë korruptive, denoncohen. Ata janë në grup, janë të mobilizuar dhe me njëherë fillojnë me sulme. Deputete ka pas edhe deputet që ju kanë thonë, edhe deputetëve vendosës, cila është ndjenja deputete me të thonë ty, juve personalisht, dikur shqipi shërben Aleksandar Vučićit. Regjia, shkojmë si të pami së to, është një tatu. Deputete, ju keni qenë edhe pjesare UCK-s? Po. Në Koshare? Po, duke gjenë dhe Koshare. Duke gjenë dhe Koshare. Cila është ndjenja për dikur si krejt jetën ja ka kushtuat dheut, del një dikur që në atë konë ashta u konë s'kaj, u konë fmi, ose u konë me babën në mblac. Kur ju thot, juve personalisht, kur ju thot pi shërben Aleksandar Vučić? Fillimet e parat mijat ka qenë të mërshme këto. Edhe tash quhna unë, për shembull shpiune ose bashkëpunëtore Vučićit ose shpiune e Kosovës, nonsens. Herë në fundit ka ndodhur në një prononcim që kam thënë se asnjë parti politike nuk po dëshiron me bashkëpunu me Albin Kurtin për shkak se Albin Kurti ka fyer non-stop. Na ka fyer edhe gjatë fushatave zgjedhore, na ka thujt hajna, na ka thujt matrapoza, dhe nuk po dëshiron me bashkëpunu dhe tha po se as Vučići nuk dëshiron me bashkëpunu. Cila është ndjenja e dikush? Hajde të burrat që në konë pjestarë të SK-s e kuptoj. Ndjenje keqe. Sikur dikush si ju si krejt jetën jak një kushtu që është diskontare. Pa kush e dinë se i konë shumë modestit e kjo pjesë. Ndjenje keqe, shumë ndjenje keqe, ndina shumë keqe, thëmë si është e mundur. Tash, patrioti që nuk është me vetëvendosje në shpion. Shpioni e thash ma herë që është në vetëvendosje është patriot. Krejt shka jonë patriota edhe hajna dhe jonë patriota. Se sulmon, krejt gjithshka e keqe, që ka gjithë vend në lëvizjen vetë vendosje është e mirë, si pas tyre. Ata për shembull që kanë kontribuçet, po që nuk janë. Deputete, sa ushtar kanë dhënë shpirt në durë të juja? Ju keni doktoresh me profesion. Është një pyetje për publikun se e kemi bërë shumë të lehtë njerëzve mi etiketu pak dim kush jam unë, pak dim për ata tjetrin, ço dikush thotë ti je me Vučićin. Përderisa biznesi po evolon anena. Sa ushtar kanë dhënë shpirt në durë të juja? Me qindra jonë. Gjithë ata dëshmorë të Kosharës, heronjë tashti, gjithë ata të plagosur, invalid të luftës. Dhe mu më ka ardhë mirë se në momentin që unë jam etiketu dhe që gazetat e kanë ardhë... Me këto dy dur, je marë ti me ta? Po, këto dy dur të mijat kanë qenë të lame me gjak. Uniforma jeme UÇK-s ka qenë e larë me gjak. Me njerës, me mundi dhe me gjakun e ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata që kanë dhonë shpirt në duart e mi dhe stafit mjekësor. Ne i kemi bartë ata ushtarë, femër këmë qenë, po i kemi bartë në për ato kushtet fështira, në për ato rëthonat fështira, ka storje ku i kemi martë, i kemi bartë që në vendin e ngjarjes i kemi dhonë ndihmën e parë, i kemi dhonë infuzionin, i kemi trajtu me dignitet, po... Qysh njërës deputete kur dikush të thotë ty, s'po doni se edhe Vučići s'po doni, cila është ndjenja? Është ndjenje keqe, s'ka të kujton? Mu më kujton se ka dhe mdhimet se ka po shkon ky popull. Dhe si ka ra ky popull në ngrocken e mashtrimeve të Albin Kurtit. Si është mashtru ky popull aq keq për mashtrimeve të Albin Kurtit, sa ka harru historinë dhe ka harru njerëzit të cilën kanë kontribu për me orë sot, për me ndodh liria, për me ndodh pavarësia, akti pavarësisë, për me formu ushtria Kosovës. Kanë harru dhe historia që harrot është problem se mund të përsëritet. Dhe shifi tash, se cilën situatë ku ndodh dhe shpaloset një aferë korruptive, ku thirret një ministër në detyrë tash në një intervistë për një aferë të rëndë korruptive,
Këta del ministri tjetër, është i organizuar dhe thot, forcat e mdhaja të Serbisë janë spostu afër kufije. E dha një sarim për këtë Janë spostu afër kufije. Kretë këtë mandat, është folë për luft. Kretë këtë mandat është folë për luft. Këtë mandat është folë se si e kanë qliru Mitrovica. Nuk është qliru më Mitrovica është qliru në 99-ën. Si kurse kretë pjesë të tjera të vendit është qliru me vitin 1999. Dhe duke pas një performancë të keqe, zero rezultat, zero suksese. Ata jonë thirë veç me këtë kauzën e pjesës veriore për Mitrovicën e Bereut. Deputete, po du më nalë, se përna shkojnë shumë shpet minutat, po du më nalë të çështjet konkrete. Po du më nalë, kur e prind një epilogun e landës që ignision gjykatë kushtetuse? A ditë ku e kam dërzu, kam kërku që trajtot me prioritet për shkak të gërqet që kam. Cila është kërkesa? Se na... Kërkesa ose eksplicite të trajtohet dhe të sqarohet, sepse aty po ndodh shkelje ligjore, po shkelet Kushtetuta e Republikës së Kosovës, po shkelet rregullorja e Kuvendit të Kosovës, sepse momentin që është caktuar seanca e parë, kur është mbledh tash ish kryeparlamentare bashkë me